Me ty e kam prap Lenin. Sigurisht që asnjëri për atyre fëmijëve nuk e njeh Leninin. Jo vetëm asnjëri për atyre as Lenin as Marksin, kush e njeh, kush ka arrit ta lexojë, ikën direkt në drejtim të kundërt. Përfshi dhe gjyshin ta dhe çdo fshatar tjetër që në 44-ën, 45-ën u bën leninista, marksista dhe stalinista, nuk dini të lexonin, nuk mund të njihnin Leninin. A që vërtet është kjo se që kur di Stalini, jo të gjyshe i qante se mendonte se kishte shokun e burrit. Jo për ideolog, çna më zhdito Stalino shoku i burrit tim, dakor? Sigurisht që gjithmonë keni shfrytzuar, ka 80 vjet që shfrytëzoni njerëz që nuk e kanë idenë kush është Marksi dhe Lenini dhe i çoni aty ku doni ju. Mbajnë mend vetëm një gjë nga kjo punë. Lëre e sapin e Erion Veliet, dhe cili do tjetër që ju çon keselia e Partisë Demokratike, nuk e paguani dot atë faturë. As ti, as ai që ju çon atje. Lëre ta paguajnë ca tjerë. Për sa i përket këtij tjetrit, që e paska pas intimidu gjyshin Sali Berisha, që s'është monsall sot. Gjyshin e secilit prej tyre, baballarët, xhaxhallarët, burrat e tezëve, të hallave, i kanë intimidu dhe i kanë lënë pa gjumë 46 vjet krime kundër këtij populli. Dito që ky popull që i lirë sigurisht i ngelet pa gjumë, ky që intimidimi që patët. Dhe 35 vjetorin, po na e shisti për revansh të kujt, që e çut këtë popull në tallon, në uri, 3 burra i palpuc, turba keni apo s'keni më. Dhe në fund fare, na dilni pro-kapitalista, dakor, dhe këtë tango që përboni me njëri tjetrin, për Flamengo e për Pelikan Kaçurel, ndërkohë që në shesh, rolin udhëheqës e kanë pikërisht LGBTQ-ja. Ditën që janë caktuar fondet që fëmijëve tanë t'ju ndrojnë seksi, t'ju ndrojnë gjini. A keni turp më të turpnoheni apo jo? Përfshi të ty. Pas një ore gjys replik, filloj me pikën e parë të rendit të dytës, miratimi i proces verbalit të seancës plenare të datës 1/6/26. Proces verbal në keni marrë në rrugë elektronike, nëse nuk ka vërejtje, proces verbali miratohet. Kalojmë tek njoftimet, ju njoftoj se në kuvend nuk janë depozituar akte të reja. Kalojmë në pikën e 3 të rendit të ditës, interpelancë urgjente me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Interpelanca ta mbaroj fjalinë? Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80 të Kushtetutës dhe nenin 97 rregullores kuvendit. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime lidhur me krizën e rëndë demografike, emigracionin masiv të qytetarëve shqiptar dhe largimin alarmant të brezit të ri nga vendi. Kryeministri ka deleguar këtë interpelancë Ministrit të Shtetit për Marrëdhënien në Parlamentin, zonjës Eriona Ismaili. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96.5 të rregullores. Zoti Gazmend Bardhi, do paraqitni, keni të drejtën për të... Okej, për procedurë. Për procedurë për këtë çështje. Faleminderit zonja drejtuese e seancës. Është e disata interpelancë që deputetët e opozitës thrasin kryeministrin e vendit dhe kryeministri ja delegon personave që nuk kanë as kompetencë, as përgjegjësi të fushës temën për cilën kërkohet interpelancë. Zonja drejtuese e seancës, neni 80.1 e Kushtetutës sankcionon detyrimin e kryeministrit dhe çdo ministri që thirret në interpelancë për të paraqitur në kuvend. Nuk ka asnjë nen, as në Kushtetutë, as rregulloren e kuvendit dhe as në ligjin për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Ministrave që t'i jap të drejtën kryeministrit të delegojë llogaridhënien, të delegojë përgjegjësinë. Ky është një detyrim kushtetues i kryeministrit, i pa delegueshëm. Është një lloj sikur prokuroria të thrasi për të dhënë shpjegime për një temë caktuar dhe kryeministri thotë unë nuk shkoj në prokurori, po do çoj Eriona Ismailin. Nuk e bën dot. E njëjta gjë është edhe llogaridhënia në kuvend. Është në kuadër të kompetencës së kontrollit parlamentar që ushtron Parlamenti ndaj ekzekutivit. Nuk mund thot personi që është thirrur për të dhënë llogari që unë delegoj llogarin te Eriona Ismaili. Nuk mund të delegohet llogaria dhe përgjegjësia. Që kështu zonja drejtuese e seancës,
ne nuk pranojmë të zhvillojmë interpelancë me persona që nuk kemi kërkuar interpelancë me kryeministrin. Kryeministri e ka detyrim kushtetues të vi dhe të jap llogari në kuvend. Është e pa precedent që ka të paktën 3 vite zonja drejtuese e seancës që kryeministri refuzon çdo interpelancë. Gjatë kësaj legislature janë të paktën 10 kërkesa për interpelancë të kërkuara nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike që kryeministri ose i ka refuzuar përmes Niko Peleshit dhe ja 2 apo 3 që janë pranuar ja ka deleguar Eriona Ismailit. Zonja del atje, lexon çka i kanë shkruar se nuk është kompetente për atë fushë, nuk e kanë fare për ta po nuk është kompetente në fushat që i delegohen, lexon një material, s'di as ti përgjigjet pyetjeve, as mbaj qëndrime mbi qëndrimin e deputetëve, është thjesht lexuese asaj që i japin për të lexuar. Nuk është kjo llogaridhënia, nuk është ky kontrolli parlamentar, prandaj kërkojmë të spostohet interpelanca nëse është e nevojshme dhe kryeministri Vin Sall t'i përgjigjet kërkesës për interpelancë në përputhje me detyrimin kushtetues përcaktuar në nenin 80.1 dhe në nenin 97 të rregullores së kuvendit. Faleminderit. Faleminderit zoti Bardhi. Zonja Ismaili ka kërkuar fjalën. Faleminderit drejtuesi i seancës. Në fakt është totalisht e drejtë e kryeministrit për të deleguar interpelancë. Dhe në rast se ju kërkoni dhe bëni kërkesa për interpelanca vetëm sepse kërkoni prezident kryeministrin është një gjë, dhe në rast se kërkoni të zhvilloni interpelanca mbi çështje të caktuara për të zhvilluar një debat apo diskutim është një gjë tjetër. Është e drejta juaj për të tërhequr kërkesën mbi arsyetimin që bët, thjesht na bëni të ditur nëse dëshironi që të zhvillohet sot apo jo. Unë jam e disponueshme, jam e përgatitur për të bërë një diskutim dhe debat mbi çështjen, me gjithë seriozitetin dhe përgjegjësinë që roli im më jep, por nuk mundem dot as të them, as të mbush mendjen se sa e përgatitur, se sa e përgjegjshme jam unë. Ju gjithsesi do i masni performancën e gjithkujt me metrin tuaj. Kështu që thjesht më bëni ditur, unë jam disponibël për të zhvilluar interpelancën në çdo moment që ajo kërkohet dhe që mua më delegohet. Unë kur në jetën time, që ta dish sot i nderuar koleg, as kam pranuar, as do pranoj të më bëjnë ndonjëherë fjalim gati. Kur? Dhe unë të ftoj aty pas në miqësinë midis 2 kolegësh ta vërtetoj këtë gjën. Por pak rëndësi ka për ty kjo, sepse ju do vini këtu, do bëni politikën tuaj dhe unë jam shumë e qartë. Koleg, zoti, ju lutem pak qetësi, zoti Bardhi, ju bët një kërkesë për ndryshimin e rendit të ditës. Dhe në bazë të rregullores ju e dini cila është rruga për ndryshimin e rendit të ditës. Atëherë, do të paraqesi zonja Alolli, do të paraqesi interpelancën? Zonja Alolli, do ta paraqesi dikush nga grupi parlamentar? Zonja Alolli. Zonja Alolli, keni fjalën për të paraqitur interpelancën, për çfarë keni kërkuar? Zonja Alolli. Zonja drejtuese, ju lutem për procedurë. Po të lutem për procedurë, po. Po e keni të dëgjuar. Zonja drejtuese seancës, të nderuar koleg deputet, të nderuar qytetar shqiptar që jeni duke na ndjekur në këto momente, sot kemi një problem shumë të madh, problem i cili lidhet me zbatimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Neni 80 i kësaj kushtetute e përcakton në mënyrë të qartë, kryeministri i Shqipërisë, por edhe ministrat e kanë detyrim kushtetues të përgjigjen interpelancave, ndërkohë edhe pyetjeve të gjithë deputetëve. Prandaj, kjo kushtetute përcakton qartë, jo kur të doj kryeministri, është detyrim kushtetues, dhe sot i them kryeministrit të këtij vendi që përgjegjësia nuk delegohet, llogaridhënia nuk delegohet, kushtetuta nuk delegohet. Ne kemi kërkuar një interpelancë e cila ka të bëjë sot me një nga problemet më madhore që ekzistojnë sot në Shqipëri, me plagën më të thellë që ka sot shoqëria shqiptare,